Generalin e aksion. Qëni që po thot generali? Daut Haradinaj, kur s'kemi qenë me larkë Shqipëris e kur nuk ka qenë me i theksuar ndikimi sërb në Kosovë se sa tani. Ta shunes po kuptoj, ka dalë veç pak. Si erdhe Albin Kurti në qeveri, s'ka ma dinari. Tabelat jënë RKS, ku përfitoj qeveria e Kosovës, arka e Kosovës. Postat, bankat, i dhanë dërheqje, polecte, gjyqtarët, ke që jënë këndëkim Vučićit. 25 komuna struktura paralele, s'ka ma. E dul tani që Radojqiqi i shkon mafi, e shpia, e prona, e firma Rado, plus kish pas ushtri paramilitar të vetër, serbe. Krejt që to brenda 20 vjetë jënë bo në qeverisin klanet pronto, qeverisin të krahit të luftës. Nuk eksistojnë mo, pisa ka ardhë Albin Kurti, nuk eksistojnë mo këtë sene. Ku sot, po gjindën edhe vareza masive në Zubin Potok. Edhe qarmatorsja e ushtrisë Jugoslave. Po botë sot, populli shqiptar. A jeni të pa qëfar manipulimi bën generali? A jeni të pa qëfar paradoksi është generali? Ose me thonë kraj luftës në politikë? Qka i thot mëre njeri këti? Qka i, pse që to e bën o general? Pse je paradoks në vetë vetën? Pse? Kallë të tregona?